Jemi rikthyer në studio, tashmë për të bërë një bisedë nga ato që të lënë edhe pa fjalë, nga ato momentet në jetë që jeta mund të ndryshojë sot për nesër, dhe kur bëhet fjalë për shikimin, për dritën e syrit, imagjinoni pak që sot të mos shohësh më. Situata ka nisur me një problem i quajtur infeksion në sy, që u pasua nga mjekime, pak të suksesshme dhe shumë jo të suksesshme, me mungesë informacioni të pak të mbledhlarta kështu më thot, shpesh edhe nga mjekësia shqiptare, me një rrugtim shumë të gjatë që nga viti 2022, hap pas hapi, sfidë pas sfide, me shpresa për të rikthyer shikimin dhe për të riparë edhe një herë si para vitit 2022. Këtë histori do ta ndajmë me ne sot në studio. Blenarda Çakalli, mirëmëngjes. Të falenderoj që jeme mua sot në studio. Faleminderit juve që më ftuat. Është minimumi që mund të bëjmë, të ndajmë për ne këtu dhe për një publik të gjerë. Ca momente që e para nuk i kemi në dorë dhe ndonjëherë duhet bëjmë një lloj pakti me veten, me Zotin kush beson, që ca gjëra nuk i kemi në dorë, ndodh që të na bien për të jetuar, por nga ana tjetër, po më thoje që dhe për gabime të vogla, njerëzore, të cilat mund të ishin korrigjuar në kohën e dur apo jo, për sa i përket shëndetit tënd të syve. Blenarda, mund ta nisim pak bisedën para 2022-shit bashk, për të treguar si ke qenë ti në lidhje me shëndetin, kur ke qenë më e vogël, kur ke qenë një adoleshente, ke patur një shëndet normal të syve, ke patur problematika shëndetësore që të sollën këtu? Sytë e mi në para vitit 2022 kanë qenë normal, kam qenë një vajzë me syze, po thjesht kisha miopi, -1, dhe mbaja syze, nuk kisha problem serioz. Dhe një numër minimal? Një numër minimal. Jeta ime ka qenë normale, kam qenë një gocë studente, punoja, plot me ëndra, dëshira për të ardhmen, që të kemi një të ardhme sa më të mirë. Dhe ne tani në këtë momente po shohim disa foto të tuat, nga momentet të ndryshme të jetës, në det, në një dasë, më duket ishte njëra prej tyre, bashkë me partnerin tënd. Krejt normale, si ti e shpjegon, si ti e përshkruan, tërësisht normale. Dhe pastaj çfarë ndodhi? Historia ime filloi më 19 shkurt 2022, kur unë aty përdora një kafetin menstruale për dhimbje, dhe aty pësova reaksion ilaçi, të cilën mjekët e diagnostikuan si Stevens-Johnson syndrom, një sindrom shumë e rrallë që prek 1 deri në 6 persona për 1 milion banor. Unë këtë sindrom nuk e kisha dëgju kur më parë, dhe ku e dëgjova në atë moment thash, diçka e lehtë do jetë, unë do e përballoj me sukses, por nuk ishte as pak ashtu. Gjithçka ndryshoi, trupi im filloi të digjesh komplet. Në ç'kuptim? Shiko, të pyes, kishe përdorur përpara medikamentin menstrual? Kafetin menstruale jo atëre, po una më 2 shkurt 2022, vetë edhe te një neurologe se una para 2-3 ditësh pësova një krizë epileptike, kështu e përcaktoi mjekja, sepse rash në gjendje të fikti, si erdha nga puna, bëra një dush dhe rash në gjendje të fikti. Edhe direkt vajta në urgjencë. Situatë që të kishte ndodhur përpara? Këto krizat që ti thua? Mund të më kishte ndodhur ku kam qenë 13 vjeçe që kam kaluar temperaturë të lartë, po deri në moshën 23 vjeçe nuk kisha përjetuar asë një gjë të tillë. E kuptoj. Thjesht një mjeku që më kuronte ku isha fëmijë më tha që thjesht nuk duhet të stresohesh shumë, se dhe ke edhe nga stresi dhe nuk duhet të kalosh emocione shumë të forta. E kuptoj. Dhe vajta më 2 shkurt 2022 te neurologja dhe ajo më dha ilaç antiepileptike. Dhe i tha bashkëshortit që gruaja juaj është shumë e lodhur. E lodhur? Unë nuk e di në qoftë se ilaçet antiepileptike të heqin lodhjen. Ato mund të dëmtojnë neuronet. Por
Çfarë të bëjmë dhe mjekja nuk ka faj në këtë mes, ajo nuk e dinte nga se una mund të kisha reakcion, ku nuk e dija vetë si person. Okej, kjo vizita jote tek mjekja neurologe ndodhi brenda atyre 3-4 ditëve ku ti more dhe një medikament për qetësimin e dhimbjeve menstruale, flasim për të njëjtën javë? Kjo ka ndodhur më 2 shkurt 2022, në më 19 shkurt 2022, unë marrë kafetino menstruale dhe aty u shfaqën shenjat e para ishën pullat kuqe në fytyrë. Okej, pra formë një reakcioni, një alergjie nga medikamenti. Shenja në fytyrë të kuqe, të tjera, çfarë ndodhi më pas? Në trup pucërat kuqe, sy të fryrë të zinj, edhe goja me mukoza, me plagë. Atere më nisëm përsëri në shtëpi urgjenca e Durrësit, ta mund të vesh në shtëpi se po kalon li pyedhi. Li pyedhi, e përcaktua në fillim, edhe unë vete në shtëpi, po më 20 shkurt, ku vjen bashkëshorti në shtëpi, më shkon që gjendja ime sa po vinte përkeqësohesh. U shpërfytyrova, nuk po njëja vetën time më. Në pamje? U fryva shumë, u prisha në fytyrë, buzët mu qanë, sytë u mxin, nuk për një vetën, dhe s'kisha s'fuqi ta shkoja vetën time në pasqyrë. Direkt më dërgon bashkëshorti në spital, dhe aty dëgjojmë Steven Johnson syndrom. Gjatë këtyre ndryshimeve që ndodhen në pamjen tënde fizike, në kohë shumë të shkurtër, filluan edhe problemet me shikimin paralelisht? Po, fillua, jam shtruar teraparti djegjeve plastike në QSUT, aty ishte një vuajtje më vete. Pse të djegjet? Sepse trupi im u dojgjë, epiderma ime u dojgjë. E kuptaj. Ajo pas disa javësh ra në tokë, u gjvesh, ta mëmë si lëkura e gjarpri që e lë, ashtu bërë dhe lëkura ime. Kam patu 4 herë hemoragjina goja, ishte diçka shumë e rëndë. Pata shumë dëmtime të tjera, 1 muaj e ca nuk kam ngrënë fare, sepse s'mundesha, sepse goja ime u dëmtu shumë fare, edhe vajta deri në atë pikë që do më vini një tub që të më kalonin ushqimin, që të vinte në stomak, pata gjë unë nuk e lejova, nuk mund ta lejoj dhe kam pirë ujë me shiring. Edhe ushqimin e haja me shiring, më bëni supë dhe ma fusni me shiring në goja, sepse ishte diçka shumë e vështirë. Por e përballua me sukses, ndonjëherë njeriu atëherë ku nuk e pret, Zoti jep një forcë shumë të madhe. E vërtet. Edhe unë atë forcë e pata që unë bjetova, se kjo Steven Johnson syndrom mund të merrte edhe jetën, po mua fash Zotit, më la në këtë jetë që sot jam duke folu me juve. Unë jam e kënaqur të të kem këtu, duke dëgjuar dhe historinë tënde që nuk është as pak e lehtë dhe mund të ishim duke folur për gjëra më të bukura bashkë. Por kjo është një sfidë që ti e ke kaluar tashmë, kur flasim për jetën, Kështu që para se të fillonim, po më thoje që mjekët në Shqipëri nuk është se kishin informacion për këtë sindrom apo jo. Pra, ju desh kohë e gjatë të përcaktonin çfarë po ta shkaktonte ty këtë ndryshim të madh si fizik, ashtu edhe të brendshëm? Mjeku në urgjentën e Durrësit nuk e kuptoj, ai e ngatroi reakcionin e ilaçit me lipylli. Që unë linë e pyllit e kisha kalu që kur isha fëmijë. Duke i thënë doktorit këtë gjë, doktori përsëri më dërgoi në shtëpi. Unë mund të kisha humbur dhe jetën atë ndërkohë, se unë po dëmtohesha. Ajo po më diqte në brenda. Por unë nuk kam informacion, nuk i kam pyetur mjekët shumë, se në atë moment as nuk doja t'ja dija shumë, thjesht doja që ta përballoja, të mbijetoja. Nuk doja të dija shumë ç'është kjo, dhe telefoni ma morën se unë mund të googulloja dhe mund të gjeja informacionet, se në atë moment shikoja qartë, ma se nuk i hapja do të sytë, po shikimin e kisha të qartë. Unë mund të googulloja, po ma morën telefonin, ku e kam parë që kam googulluar pas 3 javësh, aty kam parë fotot që njerëzit që e kishën kalu, edhe kam filluar të bërtisja dhe ma morën direkt telefonin dhe s'ma lanë më. Edhe unë nuk e dija që kjo sindrom mund t'jep të verbëri, as mjekët e QSUT-s mua nuk më thanë
që ki kujdes syt, po ata më shumë u përqendruan ki kujdes lëkurën. Unë lëkurën mund ta kem të dëmtuar, dhe thojmë mund t'i kem të dëmtuar, edhe flokët mund t'i kem të dëmtuar, po dëmtimi më të madh unë e mora në dritën e syve, që më ka ndryshuar jeta 180 gradë. Lash studimet, lash punën, i lash gjitha, edhe tani jam bërë tamam si një shtëpiake dëshpëruar, por po gjej forcën që mund të vazhdoj përsëri jetën edhe të filloj përsëri studimet e mia. Leonarda, kur filluan problemet me shikimin? Kur e ndjeve ti që sytë e tu nuk po lexonin më si më parë, nuk po shihnin më? Problemi me shikimet unë kisha që në spital dhe aty mora një kurim. Pa ta kurimi ma ndërprej në spital dhe në mua nuk më thanë që i bëv një vizite okulisti që t'japi një mjekim më të specializuar. Këtë nuk ma thanë, thjesht më dhanë trajtim për lëkurën time. Por më pas, ku kam dalë në spitali, dola një xhiro në Bregdet, se jetoj në qytetin e Durrësit, edhe aty ndjeja që kisha një çpim në sy, në kornet. Në sy kështu dhe thosha ç'është kjo që po më ka hyrë ndonjë qerpik, ishte sikur të kishte. Ajo ndjesia domethënë, po, sikur të shpon diçka. Edhe vetët e një okulist i thjesht në qytetin e Durrësit, dhe i thot bashkëshortit mos ma sill mua se nuk jam i specializuar për këtë punë. Pastaj vetët e spitali francez, mjekja aty më dha trajtim, bëri ça ishte mundur, më vinte lente kontakti, por ishte i pasukseshëm, aty mora dhe një përgjigje, që për 3 muaj ty do të vish shikimi, do bësh si më parë, ku mua më ndodhi krejt e kundërta, për 3 muaj me iku shikimi, unë nuk theva në mjegullim. Mase nuk pash e rësirë, po pash mjegullim, që s'isha as sezonja që të bëja nevojat e mia personale. Edhe bashkëshorti më lante ato momente, se përjetova shumë keq, thosha si mund t'ja dal unë këto momente, edhe bukën ma çonin para, gjithë shka, u futa, u mbylla në vetë, rria vetëm në dhomën time, nuk doja të dilja më, i thosha pushoni, mos më flisni, dhe ushqimin e lash, mund t'haja vetëm një frut në ditë, u dobësova shumë, ku kam vajtur në Gjermani, nga një vajzë 60 kg, vajta 53.5 kg, më doli dhe qafa kështu, u bëra, tamam nuk po njifja veten, nga stresi, nga depresioni. E kuptoshme, Leonard, është kushdo të ishte në vendin tënd do ta përjetonte. Nuk e di. Ku i mendoj ato kohë, ku mendoj Leonardin që është tani më e fortë, me guxi, me gjitha, them, ua, si e përballova, si ja dola, po dhe nuk isha informacione atëherë që njerëzit e verbër mund bënin shumë gjëra të mira, si kanë bërë në botë, dhe këtu në Shqipëri kanë bërë shumë gjëra. Patjetër që po. Ti po më thoi që tani ne ishim pa filluar intervistën, po ti Adelën, lëviz nga pak, brenda shtëpisë, arrin të gatuash. Do i flasim edhe këto, po le të qëndrojmë edhe pak tek spitalet, sepse ke qëndruar në Gjermani për më shumë se 1 vit, apo jo? Po. Una, ku e lash doktoreshën e spitali francez, u drejtova në një spital privat këtu në Shqipëri. Këtu kam bërë një ndërhyrje, një transplant korneje në syrin e majt. Po. Sepse u qa korneja e syrit dhe duhet të bëhesh urgjentisht transplanti, ai nuk ishte për shikim, se shikimi dhe mund vinte dhe mase nuk vinte, por thjesht që të mbromim syrin, që unë mos ta hiqa syrin fare, që mos kalon të infeksioni që të dëmton të retinën, pjesët e tjera të syrit. Edhe ky transplanti është bërë në 26 tetor 2022, e mbaj mend shumë mirë këtë datë, kam parë në ditë ku më hoqi doktori pashën, po shikoja pastër përsëri, edhe u mahnita, edhe pastaj aty ishte diçka e bukur, pas pyetyrën e bashkëshortit tim përsëri, ishte gjë më e bukur se ai më ka qëndruar shumë pranë, edhe ishte diçka që nuk mund ta përshkruaj atë moment, se më mungonte dhe bëja 3 muaj që nuk shifja më si më parë. Po pas në ditës ndryshoj përsëri gjithçka. Sytë e mi u mjegulluan përsëri, korneja nuk doli të mbijetonte. Qelizat nuk e pranuan dot atë korne. Ishte diçka shumë e keqe, infeksioni ishte shumë i pranishëm, dhimbjet shumë të pranishme,
nuk e di sa herë kam goditur krevatin ti me grushta dhe murin madje, se nuk duroja do të dhimbjet, bërtisja në dhimbje. Më shumë dhimbje kisha në syt, se sa atë tortur që hoqa në spital me lëkurën time që rria e fashuar ditë e natë, edhe në syt ishte diçka shumë e keqe, por çfarë do bëjmë, gjithçka kaloi tani. Pastaj u drejtova në Gjermani, ka qenë data 9 shkurt 2022. Kishëm dhe një fatkeqësi në shtëpi se bashkëshorti tim i vdiq mamaja. Ai e la shtëpinë e vet në zi, edhe u nis drejt me mua, drejt një shteti tuaj, që unë gjeja një kurim për jetën time. Por atje thjesht më ndihmuan që të hiqa infeksionin, që mos kisha me dhimbje, dhe në Gjermani shpëtova në dhimbjet, por nuk më rikthyen shikimin se doktori tha është e pamundur. Kjo është përgjigja që të është dhënë në Gjermani? Po, në qoftë se ne mund të bëjmë një ndërhyrje, ti mund të humbasësh dhe atë shikim që ke. Mund të bëhet syri joti djathtë, mund të bëhet si syri joti majtë. Se unë në syrin e majtë... Ta themi pak të, shikimi yt tani si është, dhe me tha në syrin e majtë ti nuk sheh fare? Nuk sheh fare, kam vetëm djesi drite, ndjej dritën, ku është e fortë, si tani në studio, po në syrin e djathtë, deri në kaq distancë mund të shikoj, edhe juve aty ju shikoj mjegu, po e di që kam dikë përballë. Pra thjesht i sheh që ke një siluet, ke një hije përpara teje, po ti nuk më shquar mua si i kam tiparet për shembull. Po, por të dal vetë nuk mund të dal se mund të pengohem, se e kam provu. E kuptoj. Se unë ku kam qenë në fshat, dhe në fshat nuk ka shumë makina dhe kam provu ndonjëherë do dal vetë, po ka patur rasti që dhe jam penguar, sa dje nuk ka makina, po ka kanale, dhe jam penguar dhe kam thënë... Nuk e bëj më. Nuk e bëj dot më, po e kam bërë përsëri, se nuk dërzojmë kollaj dhe ku pengohem, përsëri do ngrihem, se qik do vrihem, nuk është... Me qa kemi kaluar, aja nuk është asgjë. Të gjitha këto që ti thua, për vitet të tëra, spitale, mjekime, kura, ustime, tjere, kanë shumë kosto, ta mendosh. Financiare. Si e keni dalë ju? Keni patur ndonjë suport? Të ke menduar ndonjëherë të kërkosh nëpërmjet, ku diun, fondacioneve, nëpërmjet mënyrave GoFundMe që funksionojnë, që është e vërtet atë paktën në rastet caktuara kanë funksionuar. Si e keni dalë? Unë suport kam patur vetëm ku kam bërë transplantin e kërnes. Po? Tek një doktor këtu në Shqipëri. Atje më ka ndihmuar një fondacion. I falenderoj shumë. Se atëherë nuk kisha mundësi, se kisha harxuar shumë lekë me trajtimin tim. Sepse unë nga nuk haja në spital, unë doja të mirja një albumin për mëlqin, proteinën e mëlqis, që të mbaja gjallë organizmin tim. Se nuk mundeshe të haja nga goja ime, jo se nuk doja. Edhe kemi harxhu shumë shpenzime, po më kanë ndihmu dhe familjarët, po dhe bashkëshorti, gjitha lekët që merr nga rroga, i çonë për trajtimet e mia. Dhe unë tani e kam lënë vërtet Gjermanin, po kam fillu një luftë të re drejt shtetit italian. Unë çdo një muaj vete në Itali, ka raste edhe 2 herë në muaj. Çfarë bën në Itali? Ku shkon? Në Milano. Në fillim kam qenë në spitalin San Raffaello. Aty ishte një doktor shumë i mirë. Vizitat e mia kanë filluar në 5 maj 2025, se kisha 10 muaj eksplus në shteti Gjerman dhe nuk mund të shkelja në zonën Schengen. Edhe vetë aty, po dhe i doktorit një kinë që ta. Pse eksplus, mëse nuk mund të shkelja? Kishe kaluar afatet e qëndrimit? Po, se ndajta 14 muaj në Gjermani dhe ata më vendosën 10 muaj eksplus. E kuptaj. Në qoftë se nuk do kisha iku me dëshirën time në shtetit Gjerman, mund ta merja edhe 5 vite, dhe tani nuk do isha pare duke ndjekur trajtimet e mia në shtetin italian. Të më thëmë, për te i problemeve shëndetësore, ne kemi dhe probleme afatesh, qëndrimesh, edhe kur bëhet fjalë për shëndetin. Jo me një avokat heqi eksplusin, ai nuk mundesh, shumë... Histori shqiptarësh. Histori shqiptarësh, se besojmë se mund t'i bëjë gjithçka avokati. Po familja jote?
Ti përmend e bashkëshortin, si quhet bashkëshorti? Gjergj. Gjergj është këtu, unë të përshëndes, e ka shoqëruar Lenardën në studio, e kemi këtu nëpërmjet fotove. Pjesa tjetër e familjes, pra sigurisht që bashkëshorti është më i afërt për ty tani sepse ai ka qëndruar me ty nga mëngjesi në mbrëmje në momentet më të vështira të tuat, si fizikisht ashtu besoj dhe për të motivuar pak edhe për të dhënë zemër që kjo gjë do kaloj. Psikologjikisht gjitha. Familja ime që kam lënë që është në qytetin e Fierit, është mami dhe motra ime vogël. Kam dhe një motër, ajo është e martuar, është në Gjermani, ka 3 çuna. Pastaj unë jetoj në qytetin e Durrësit me bashkëshortin tim, aty jetoj me vjerrin tim dhe me kunatën time, se kunata tjetër është e martuar. Ka një çunë të vogël, i përshëndes të gjithë, i dua shumë, se kanë qenë mbështetja ime më e madhe, sidomos motra ime e vogël Armela, ajo ku vete në qytetin e Fierit, më merr më nxjerr për kafe, më nxjerr shëtitje, edhe ku dua të rriu në shtëpi që jam e mërzitur në botën time, hajde dalim, thot, hajde dalim, se unë do të shkoj në një vend shumë të bukur dhe ashtu bëjmë. Jetë fshati, po është shumë e bukur. Do me thënë ata përpiqen të gjithë nga pak të të mbushin këtë ditën tënde që ndonjëherë mbetet edhe bosh, sepse ti nuk e angazhim me pune, a do të mund të punoje tani në këtë situatë shëndeti që je? Pra ti do doje të angazhohesh e diku? Unë kam shumë dëshirë të punoj, se puna është diçka që e ndihmon njeriun. Unë kur kalova në verbëri, se unë verbëri them se kur jam që marrë një kem në shteti që më kam nxjerr e verbër grupi parë, unë e verbër e quaj vetëm. Jam një person me nevojë të veçantë. Që mund të kem nevojë për dikë që të më nxjerrë një xhiro, por nuk kam nevojë për diçka për dikë që të më nxjerrë për të ngrënë, sa të mund ta bëj vetë. Tani se në shtator të 2025-s fillova që të jetoja përsëri vetë, të lija gjitha që të gatoja, se njofa një djalë që nuk shikonte dhe ai tha unë i bëj gjitha, tha kështu ashtu. Dhe ti the pse mos e provoj edhe unë? Pse mos ta provoj edhe unë? Tha unë kam u dotu dhe vetëm, tha mund ta bësh dhe ti. Edhe unë e provova, i tha bashkëshorti ti do më hipësh te fugoni Durrësit, edhe atje do më presi Armela, i thash motra e vogël. E provove? E provova, e bëra me sukses. Tash, e bëra kështu. Pa e thonë kështu, dhe njerëzit në Shqipëri tani, më para dhe kam patur çik problem kështu që shmangeshin, po tani dhe të ndihmojnë. Të ndihmojnë. Nuk është më si më parë. Unë nuk e kam provu më parë, po unë në mendjen time kështu e imagjinoj që të ndihmojnë. Edhe çfarë të mungon? Çfarë të mungon? Ne e dim çfarë të mungon, por shiko, sa herë që dëgjojmë intervista me njerëz që janë me aftësi të kufizuara në shikim, në mënyrë të veçantë kur e kanë të lindur këtë problem apo jo, duket sikur e kanë më të lehtë këtë lloj sfide sepse nuk e din çfarë është të shohësh, pra le të themi ata janë rritur që në vitet e para të jetës, duke u stërvitur me prekjen, me dëgjimin, pra me shisat e tjera, me të cilat janë mësuar të jetojnë dhe të rrugtojnë. Ndërsa rasti yt është tjetër, pra ti e di çfarë do të thotë të shohësh, ti e di çfarë do të thotë të jetosh pak të aftësi, dhe kam përshtypjen që ke një përshkrim tjetër të gjithë kësaj situate. Ata njerëz që kanë lindur të verbër, ata kanë shqisën e 6, që dhe unë sot jam e verbër, unë nuk e kam akoma atë shqisë. Që ta imagjinoj botën si imagjinojnë ata aq bukur, aq këndshëm. Mua i miku im më ka mahnitur atëre ku fliste për jetën e vetë, edhe është shumë i arrirë, edhe ku e pash që është futur në një reality show të në Shqipëri, thash, wow, çfarë guximi ka ky djalë. Edhe jam mahnitur shumë dhe them, edhe unë që kam parë deri diku, dhe tani që kam humbur shikimin, atë forcë që kanë ata njerëz që nuk shikojnë, që kanë një nevojë të veçantë, ata janë inteligjent, nuk e di, nuk kam fjalë që t'i përshkruaj. Unë mund t'jem e verbër, por nuk e kam kur guximin e tyre, ata mund të jem mësuar me ata jetesë, po ka një shqisë të 6, janë
Se di, janë engjëllor, nuk e di, janë shumë mahnitës, të këndshëm. I dua shumë, ata lloj personash që kanë një... Nuk kanë fjalë që të është një forcë e brendshme që është përfaqet në aftësi të tjera dhe realisht të lënë kështu me gojën hapur dhe thua, okay, se shiko, kur njeriu ndonjëri ka të gjitha, nuk ja di vlerën atyre që ka, ha? Pra ndoshta edhe këto që ne i quajmë të mirëqëna, se ne lindim duke parë, duke dëgjuar, e duke u aftësuar me kalimin e viteve, por shumë pak e mendojmë se sa me fat jemi që i kemi. Kështu që janë ca aftësi të cilat njeriu të zhvillohen, në mungesë të njërës, zhvillohet një tjetër. Rëndësi ka që të jetë dëshira dhe forca që ti tashmë e ke për të gatuar vetë, për të kujdesur brenda shtëpisë tënde, dhe nuk e di nëse e ardhmja jote është parashikuar deri diku nga mjekët, të kanë thënë, se besoj ti e bën këtë pyetje, a do jem kështu, a do kem ndonjë përmirësim, apo çfarë? Çfarë të thënë? Mjekët italian nuk më kanë dhënë shpresë, se thonë, në qoftë se ne marrim një hap që ty të operojmë, thjesht ti mund të mbetesh e verbër totale. Pra është një thik me dy presa, thua ti, me kuptaj. Është thik me dy presa që dhe çik të shikim. Pak të shikim që ke mund të humbasër. Por thjesht jeto, thot, jetoje jetën. Mësohu Jetoje jetën ashtu si të vjen, thot, sepse është e bukur. Janë dhe shumë mjek human në Itali, kanë betur shumë e mahnitur në mjekët ande, janë shumë zemërgjerë, të japin shpresë, të japin forcë, e të atere ku ty të mungon. Ja në vizitën e fundit pata një kështu, po vjen një lente sklerale, që mos kem dhimbje në syrin e dja, se dhe dhimbja më kam betur akoma, se është dëmtu kornea, edhe fillova të qaja dhe dola, si gjeta derën e doktorit dhe dola me vrapë më duke qarë. Kur nuk isha qarë, po ndonjëherë njeriu edhe qanë atë moment, se më vinte i natë me vetën time, pse nuk po e vë. Po thjesht sytë e mi janë shumë të ndjeshën, ku afrojë diçka dhe fap, mbylleshin direkt. Edhe unë dola duke qarë dhe doktori ishte aq i komunikues dhe tha, mos u mërzi, tha, se do e bësh. Dhe kur e vura, ua, mahnice, ti je shumë e zgjuar, që më bënd të qevë. Që të ndjesh e mirë ti. Dhe shumë që e zgjuar e provuam 100 herë që e vum një herë. Se i bënd, i thoshte bashkëshortit, translation, për ktheje, çfarë po thotë. Se unë e flasë, po aty kisha dhe emocione, dhe unë i thosha, translation, që a thot doktori, a i shkryu se i qeshu aty, dhe ja kaluam mirë, dhe mora lentën ma dha, dhe tani e vëm, dhe tani jam me lente që nuk kam dhimbje. E kuptaj, që jam kaq komode. E kuptaj. Plenarda, unë nuk duhet të lodhë më shumë se kaq, të falenderoj shumë që ka ardhur sot në studio me mua. Shpresoj dhe uroj me zemër që ti këti normalitetit që po tenton ti afrohesh gjithmonë më shumë, ta kesh akoma dhe më të bukur, ti besosh jo si për të të ngushëlluar apo për të të bërë shefin, si shti the atyre fjalëve të doktorit italian, që jeta është e bukur edhe duhet jetuar, edhe duhet shijuar, pavarësisht këtyre dallëve që na përplas her pas here, edhe të dalësh nga pak, do pengohesh, do ngrihesh prap. Si shti the, rëzohem, po shtohem prap edhe vazhdo jeti. Uroj që të gjesh edhe një punë të përshtatshme për ty, ka plot punë që mund t'i bësh. Unë kam plan që të filloj studimet në tetor. Studimet që ke lënë kam dëshirë për gazetari dhe marrëdhënie me publiku. Sa mirë. Nuk e di sa do arri, se jam dhe një tip që kam shumë emocione, ku jam para kamerave. Më ngatrojnë ndonjëherë goja. Ti ishe shumë mirë tani me mua, më beso. Ndonjëherë plasë kështu, pa fjalë të bukura, po thjesht i nxjerr nga zemra ato që ajo është më e rëndësishme, të thuash gjëra të vërteta dhe jo fjalë të bukura, se jemi lodhur me fjalë të bukura, po rëndësi ka të jemi të vërtetë dhe të sinqertë. Po, shumë faleminderit, ishte një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit Plenarda. Gëzojmë që folëm. Gëzojmë unë. Edhe ju përshëndes. Dhe mirash në studio prap. Ne jemi këtu çdo ditë të presë për shumë dëshirë. Nëse filloj studimet, do vi dhe do t'ju tregoj si po ja kaloj në universitet. Sa qef. Kështu që ne presim lajme nga ty. Faleminderit. Falenderoj shumë. Qëndrojmë edhe pak bashkë, ndërkohë që unë bëj mbylljen e emisionit. Faleminderit ju që qëndruat me Vila 24 dhe paçi një ditë të mbarë në vazhdim. Ju e dini që takohemi nesër në mëngjes përsëri bashkë.